Nëse nuk është zhvilluar votimi i tretë, sipas nenit 86 paragrafi 6 dhe njëkohësisht nuk kanë kaluar 60 ditë nga fillimi i procedurës sipas nenit 82 paragrafi 3, atëherë nuk ekziston baza kushtetuese për shpërndarjen e kuvendit. Në një situatë të këtillë, dekreti për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve nuk është kushtetues, sepse kompetenca për shpërndarjen e kuvendit mund të ushtrohet vetëm në rastet e paracaktuara shprehimisht nga kushtetuta. Andaj, të dashur qytetarë, të nderuar gazetar, kjo përbën edhe një tjetër lëndë për gjykatën kushtetuese. Le të presim me qetësi dhe durim, ndërkohë që qeverisi mbar e mirë si gjithnjë. Së pari, besoj që parafërsisht në këta minuta është duke u dorëzuar në gjykatën kushtetuese lënda dhe unë besoj që ata që e dorëzojnë, që janë ekspertë të fushës, do të mund të japin hollësi për adresimin. Nëse zonja presidente nuk ka folur me emra, unë se di pse ju shkon juve mendja të kënd. Sepse veçlëvizja dhe Xhenosi ishte në sallë, bashkë me Guxon dhe me minoritetet jo serbe. Vetëm një moment, do të thënë, nëse flasim për shtypje të përgjithshme, ajo është një gjë, por nëse flasim për njerëz të përveçshëm, unë nuk e di që jemi përmendur aty, nëse ju keni të drejtë, sërish unë besoj që përgjigjen duhet ta kërkoni tek ata që e thanë, jo tek hamendësimi se kush mund të jenë ata.